Një prej problemeve me të cilat janë sprovuar shumë njerëz sot është paragjykimi. E shikon tjetrin, pra që po bën një punë të mirë, me njëherë fillon e paragjykon. Subhanallah, kjo është prej smundjeve të rënda të zemrës. Përmend njëri prej të parëve thot, pash dikë që po falej dhe ishte duke qarë pranë namaz. E ky e paragjykon. Thot, pa e bon, thot, me përsye fajsi, me uduk. Subhanallah, thot, jam privuar, thot, ky, një vit, pra nuk kam arrit, si thon, ta përjetoj atë me qa pra në namaz, me përjetu pra në atë lloj grade namazin, subhanallah. Prandaj robi duhet me pas kujdes, mos paragjyko tjetrin, mos fol për njëtin e tjetrit, nuk është puna jote, nuk përket ty. Allahu i rujt.